Qyteti Klosi shuhej para një dekade për ditën e pazarit që bëhej çdo të diel. Simbolika e këtij pazari ishte shitja e bagëtisë nga banorët e fshatrave përreth, por jo vetëm. Sheshi në anën perëndimore të qytetit mbushej me bagëti të imta që shiteshin të gjalla, por edhe mish. Në 3 kishte thertore ku qytetarët, jo vetëm nga Mati, por edhe rrethet të tjera dytneshin për të blerë mish të freskët. Por prej të paktën 10 vitesh ky treg thuajse nuk ekziston. Sheshi mbushet me makina ndërsa bagëtia që nxirret për të shitur është shumë e pakët. Qytetarët thonë se kjo zbrasti e tregut ka ardhur për arsye të mbylljes së thertoreve në vitin 2016, po ashtu tjetër arsye është largimi masiv i banorëve nga fshatrat, ku bagëtia atje po shkon drejt zhdukjes. Sipas qytetarëve, një tjetër fenomen i mos funksionimit të tregut të gjës së gjallë në Klos është edhe mos mbështetja e shtetit për blegtorinë e bujqësinë, apo kriteret absurde të vendosura për përfitimin e ndihmës ekonomike. Pastaj 10 vjet më para ka qenë mosh me qindra lop, me qindra bagëti timta. Nuk ishte problem, ishte problemi i zgjidh, do mish, do me morterat pa therr. Tani është me shirë të fatit, dalin didele në mujt. Njëherë në mujt didele dhe ka marru tregu. Pse nuk vetë dora shtetja s'ku kush, nuk e kam menën kush për të shtu bagdit populli, ka menën me ka arrit një fja, ka vun janë i dipula, i thotës nuk t'ja parat e komunës se ke dipula, më kam pashaka. Ke dipula, njën t'i thotë për televizor bardhëzi, ke televizorin s'ta para komunë. Mas në lej partije, me këta partije nuk jam. Po, është e vërdet që tha mu. Mush me gjë shtetin tonë, me qitë, me më fjalim në televizor që afrohi populli dashur, kush do me mor bakti, të vike banka ti morim i fjasi që e bota pa përqinje, mush me e pas të edin tonë një thanë kuj. Na mytën pyet, na mytën shkurët, as i bakti nuk kam pse se s'ka lekun tjetëri. Rinia ka ikë komplet, e këtu angel është moshe të retë. S'ka u shpërno. Tu ka qenë me qindra lope, dhije, dele, tani s'ka asë gjë. Ma shumë makina, serëp, se njerës. Mu e maj me në treg në Klosit, plot, që s'kishe ku më ullë me gjatë gjallë, me lëp, me dele, me dhije. Sot e ka coptu makinat komplet. 3 lëp janë gjithsej, sepse nuk ka njeri që shko me blegtori më, kanë hikë këtë në migracion. Kanë gjerë pletësht, të njës kanë të këtë më mjatë, kanë punu. Tregu i gjës së gjallë të Klosit shuhej për larmishmërinë e tij para viteve 90, por tashmë thuajse është zhdukur.